Një pjesë e gjykatësve shqiptar janë kthyer si ish firma piramidale Sude, duke fshehur pasuri të cilat i kanë vënë në mënyrë abuzive dhe të pajustifikueshme. Kjo deklaratë e fortë është bërë nga ministri i Drejtësisë Nasip Naço, një ditë pas mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili sipas ministrit, duke shkelur kushtetutën dhe ligjet, mbrojti gjyqtarët me shkelje, e një ndërtaj ishte dhe Gjingjoni, i paditur nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit të Pasurive, për fshehje pasurie me vlerë 2 milion euro. Shfaqësimi që ky këshill i dha gjyqtarëve, që skandalizuan mbar opinionin publik nëpërmes deklarimit të pasurive të tyre, të pajustifikuar, marramendse me miliona euro, është fakt më i fortë se sistemi i drejtësisë në Shqipëri është kthyer në një rrjet ku gjyqtarët mbrojnë njëri tjetrin në kundërshtim të plot me ligjin, në kundërshtim të plot me interesat e publikut. Dhe gjithë gjyqtarët janë bërë si Sude duke fshehur pasurinë. I pyetur se sa kohë do të duhet që të ndryshojë kjo situatë, Naço u shpreh se në momentin e parë që Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të zbunkerizohet, jam më së i bindur që ai rezultat do ndryshojë shumë shpejt. Mjafton të hapin derën dhe t'i bëjmë mbledhje të hapura dhe do ta shikoni se si ndryshon rezultati. Provojeni me bunkerin që është këtu në krah dhe jo për zërbalet nuk do t'i merrni. As pamjet filmike, po të dalë një burr me lek aty si zdënës dhe kaq, do gjeni asgjë tjetër. Naço ishte i drejt për drejt duke deklaruar se në këto kushte kur KLD-ja është kthyer në një bunker, qeveria nuk do të bashkëpunojë më me Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili qëndron në anën e gjykatësve të korruptuar. Ne ndajemi, distancohemi. Në rast se ka korrupsion sot në sistemin e drejtësisë, kjo nuk ka fytyrën e qeverisë, po ka fytyrën e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të këtij sistemi që mbrojnë. Se qeveria nuk është më në kushtet për të bashkëpunuar me këtë Këshill të Lartë të Drejtësisë. Nga ana tjetër, ne e dim fare mirë që limitet që ka ekzekutivi mbi drejtsinë janë akoma më të mëdha, prandaj është e domosdoshme për t'u drejtuar parlamentit. Për të denoncuar çdo padrejtësi që qytetarët hasin në dyert e gjyqësorit dhe kur gjyqtarët mbrohen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ministri Naço, duke ofruar numrin e tij të celularit, ftoi qytetarët të denoncojnë çdo shkelje. Menjëherë pas akuzave të ministrit Naço se Këshilli i Lartë i Drejtësisë është kthyer në bunker, nëpërmjet zëdhënësit, KLD reagoi duke thënë se qëndrimet e ministrit janë skenar për të vënë nën kontroll politik sistemin e gjyqësorit. Sot, Ministri i Drejtësisë bëri agitacione propagandë duke dhënë publikisht vendim fajësie për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe të gjithë gjyqtarët e këtij vendi me justifikimin e luftës kundër korrupsionit. Këshilli i Lartë i Drejtësisë siguron opinionin publik se veprimtaria vendimarrëse e tij ka qenë në përputhje të plot me kuadrin ligjor në fuqi.